Receta për sot është një ëmbëlsirë e thjeshtë në përgatitje me shumë shije. Si fillim do të përgatisim kekun, për të cilin do të na duhen 2 vezë, 100 gram sheqer. Do t'i përziej mirë të dy përbërësit bashkë, derisa sheqeri të ketë shkrirë plotësisht. Më pas do të hedhim 100 ml qumësht, 80 ml vaj, do të përziejmë sërish. Do të hedhim 1 gotë e gjysmë miell, 7 gram pluhur pjekës dhe 2 lugë kakao. Është mirë që përbërësit t'i setin përpara se t'i hedhim tek masa në mënyrë të tillë që mos na ngelin kokriza. I përziej mirë bashkë. Tavën ku do të pjekim kekun e lyej me vaj. Më pas hedhim masën, të cilën do ta pjekim në furrën e parangrohur me 175 gradë për rreth 20 deri në 25 minuta. Ndërkohë që keku është duke u pjekur, përgatisim kremin. Për kremin do të na duhen 2 gota qumësht, 2 lugë miell, 1 e verë veze, 2 deri në 3 lugë sheqer, pak vanilje. Do t'i përziejmë mirë bashkë dhe do t'i vendosim në temperaturë mesatare derisa masa të trashet. Pasi kremi është gati, do ta vendosim në një enë tjetër dhe do ta lejmë të ftohet duke e mbuluar me pelikul në mënyrë të tillë që mos na mpikset pjesa e sipërme. Tashmë keku është pjekur, me ndihmën e një pjate e kthejmë kekun në anën tjetër dhe ndërkohë do të përgatisim kremin. Për kremin do të na duhen dhe 100 ml pana për ëmbëlsira. Do t'ja hedhim kremin që kemi përgatitur dhe do ta përziejmë mirë me mikser. Kremin e përgatitur do t'ja hedhim kekut sipër. E dekorojmë sipas dëshirës. Unë në këtë rast e kam dekoruar me Nutella dhe arra, por ju mund ta dekoroni si të dëshironi. Nëse e provoni këtë recetë, ju bëftë mirë. Dhe nëse video ju pëlqeu, mos harroni ta ndani atë me miqtë tuaj, të bëni like, koment. Faleminderit.